Shikues ndërruar të televizionit të Mitroicës, po vazhdojmë me debatën në studio për identitetin kombëtar dhe identitetin fetar, së bashku me doktor Olsi Yazıcı, historian, i cili aktualisht jeton në Kanadë dhe tani gjatë pjesës së parë dytë bën fjalë për konformimin shqiptar, për konformimin kosovar, për reflektimin ndaj fesë në të dyja rastet, por në këtë pjesën tretë duhet të përshëndohem më shumë rreth asaj çfarë është ajo që bën që një pjesë e mirë, më thonë shumë, shqiptar marrin pjesë në luftrat në lindjen e mesme. Përse ndodh kjo? Si lidhet një lëvizje politike me fenë në këtë rast dhe përse ndodhin gjërat e çuditshme, domethënë që edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë në këtë aspekt, në këtë drejtim. Mesazhi bazë i feve, qoftë krishtërimi apo edhe islami, është paqja. Zoti i ka sjell profetët në tokë, që nga Mojsiu te Jezu Krishti te Muhamedi a.s. që ti qytetërojnë njerëzit, ti edukojnë ata dhe ti mësojnë që të bëjnë gjëra të mira. Por për fatin ton të keq, ne dim që feja është historikisht përdorur nga regjimet, nga sundimtarët e ndryshëm për të bërë krime. Këtu mund përmendim fjala bie kryqëzatat, ku të krishterët katolik çoheshin nga Evropa perëndimore, vrisnin, përdhunonin, digjnin, shkatronin në emër të Jezu Krishtit dhe të Papës. Këtu mund përmendim ortodoksët serb apo edhe grek, që në për luftrat ballkanike, por edhe në konfliktin e fundit në Jugosllavi, kanë vrarë, kanë prerë, kanë përdhunuar musliman, shqiptar dhe bosnjak në emër të fesë së tyre. Dhe tamam sikur krishtërimi manipulohet nga politika, edhe islami manipulohet nga politika. Shumica e besimtarëve të gjitha feve janë njerëz të paditur rreth fesh. Ata besojnë në disa mite dhe dogma që ka feja. Katolikët dhe të krishterët besojnë në Jezu Krishtin si biri perëndis, shpëtimtar etj. Muslimanët besojnë në Allahun si Zotin që ka krijuar dynjan dhe Muhamedin a.s. si të profetin e tij, dhe nuk njohin shumë detaje të fesë, se çfarë me të vërtet feja kërkon. Në rënien e Bashkimit Sovjetik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me NATO në krye janë duke krijuar një rend të ri botror. Ky rend i ri botror nënkupton shkatrimin e shumë shtetkombeve që kanë qenë më herët të fuqishme dhe ndërtimin e shteteve të reja që do t'i shërbejnë interesave të Amerikës. Pjesë e këtyre skenarëve është shkatrimi i Jugosllavisë, pushtimi i Irakut nga amerikanët dhe rrëzimi i Saddam Husseinit, dhe pjesë e këtij skenari ishte edhe ashtu quajtura pranverë arabe. Agjenturat perëndimore ishin ato që nxitën tash të quajturën pranverë arabe për të goditur ato regjime që Huntingtoni në përleshjen e tij të qytetërimeve i quan si vende që një ditë mund t'i shërbejnë si satelit Kinës edhe Rusisë në një konflikt të mundshëm botror ndërmjet superfuqive. Dhe kur nisi pranvera arabe, agjenturat perëndimore dogjën dhe shkatruan Libin nëpërmjet grupeve terroriste islamike, të cilat u sponsorizuan dhe u armëtosen nga perëndimi dhe edhe nga Shqipëria, e cila i dërgoi armë mujahidinëve libian, që vran kolonel Muammar Gaddafin, dhe e njëjtë gjë bëu edhe në Siri. Amerikanët me perëndimorët e tjerë, pasi shkatruan regjimin apo më saktë Xhamahirien libiane të Libisë, arabe të Libisë, ju vërsulen edhe Sirisë. Libia, Siria, Iraku
ishin 3 nga shtetet më të fuqishme arabe në lindjen e mesme. Shtetet të vetme që nuk pranonin të bënin paqe me Izraelin dhe që nuk i bindeshin në shumë forma diktateve të perëndimit. Duke qenë se shteti i Siris ishte një shtet i fuqishëm dhe nuk arriti që të rrëzohet dot menjëherë siç u rrëzua Libia, agjenturat perëndimore që operojnë nëpër botë nxitën shumë regjime diktatoriale arabe, si për shembull Arabinë Saudite, Katarin e të tjerë, që të indoktrinojnë dhe trushplajnë një numër të madh muslimanësh nga gjithë bota dhe t'i çojnë ata që të bëhen kamikaz, apo siç i kam quajtur unë në përshkrimet e mia, se unë kam shkruar kundër shkuarjes së shqiptarëve në luftë që në vitin 1912, 2012-ën, se unë e vura re që në vitin 2012, se si media si Al Jazeera, por edhe CNN-i, u përdorën për të trushplar në rastin ton konkret shumë musliman shqiptar dhe t'i nxisin dhe t'i hedhin ata që të bëhen terrorist në Siri për të shkatruar Republikën Arabe Siriane. Indoktrinimi i shqiptarëve që përfundua në Irak dhe në Siri u bë nëpërmjet mediave, u bë nëpërmjet agjenturave perëndimore që operojnë në Ballkan, u bë edhe nëpërmjet shumë hoxhallarësh dhe bashkësive islame. Bashkësitë islame në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni pranuan diktatet që pushteti i imponoi atyre, apo më saktë qeveritë e Shqipërisë dhe të Kosovës, që institucionet e tyre të kultit t'i kthejnë në institucione ku predikoi urrëtie kundër shtetit sirian, kundër administratës së këtij shteti, dhe pranuan që të bëhen pjesë e asaj propagande të madhe që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxitën kundër Sirisë. Në shkrimet e mia unë citoj burime shumë serioze informacioni, për shembull Radio Free Europe apo Radio Evropa e Lirë, e cila është në një farë mënyrë një krah i CIA-s, të cilat në vitet 2012 dhe 2013 këta xhihadistët kosovar që shkonin të luftonin në Siri i tregonin si vullnetar, si luftëtar të demokracisë, që shkonin për të rrëzuar një diktator të urryer. Shqiptarët që shkuan në Siri kanë shkuar me dijen dhe konsensusin e plot të NATO-s, të qeverive shqiptare dhe të politik bërësve në perëndim. Amerikanët kanë një huj shumë të keq me islamin. Kur ata duan të bëjnë ndonjë luftë botërore, i indoktrinojnë muslimanët, i kthejnë në xhihadist dhe në vrasës për të arritur qëllimet e tyre. Ata këtë gjë e bën në vitin 1979 apo 80 me pushtimin sovjet të Afganistanit. Nxorën nga burgjet me mira psikopat, nga burgjet e Algjerisë, nga burgjet e Arabisë Saudite dhe diktaturave të tjera arabe dhe i dërgonin në Afganistan me në krye Osama Bin Ladenin që të luftonin perëndimin. Ka me mira dokumente që tregojnë që Osama Bin Ladeni, që më pas të mendon Al-Qaidën, ka qenë agent amerikan. Revistat prestigjioze amerikane, presidenti Reagan i prisnin dhe i tregonin këta njerëz që sot janë terroristë si heroj të mëdhej dhe patriot të mëdhej afgan apo heroj të mëdhej antikomunist. Ajo që ndodhi me luftën në Afganistan u përsërit edhe me rastin e Sirisë. Janë trushplar në për të gjithë Evropën, por edhe në Amerikë, me mira musliman naiv, të cilëve u kanë treguar pamje që tregonte Al Jazeera dhe media të tjera, sikur në Siri po përdhunoheshin gra, sikur po vriteshin njerëz, sikur regjimi diktatorial i Asadit po bënte krime, dhe këta njerëz është luajtur me emocionet e tyre dhe janë detyruar që të përfundojnë si kamikaz në Siri. Situata deri në shtator të vitit, në gusht të vitit të kaluar, ishte që i gjithë perëndimi i mbështeste xhihadistët që shkonin të luftonin në Siri. Por pas përplasjes ruso-amerikane, pasi amerikanët lëshuan 2 raketa Tomahawk për të goditur Damaskun në gusht të vitit kaluar dhe ato raketa u rrëzuan nga rusët në mesdhe, dhe kërcënimin që presidenti rus Vladimir Putin i bëri Amerikës me luftë
botërore pak ditë më pas në Washington Post apo New York Times, detyroi administratën amerikane që të tërhiqet nga lufta që apo bënte në Siri, dhe që nga ky moment e këtej vjen procesi i demonizimit të xhihadistëve. Personat nga Shqipëria dhe Kosova që përfunduan të luftojnë për organet xhihadiste në organizatat xhihadiste në Siri dhe në Irak, për mua janë viktima të atyre që kontrollojnë pushtetet sot në Ballkan. Si është e mundur që besimtarët shkojnë aty? Besimtarët shkojnë nga që janë njerëz. Njerëzit manipulohen. Siç manipulohen muslimanët gjatë luftës Bosnjës, ne pam se si jugoslavët u manipuluan. U bën serbët edhe kroatët, bosnjakët edhe serbët, shqiptarët edhe grupet të tjera etnike që të luftojnë njëri tjetrin. U shkatrua bashkë ekzistenca që ekzistonte në këtë pjesë të Ballkanit dhe njerëzit u bën armiq të njëri tjetrit. Njerëzit janë njerëz, ata manipulohen, kështu manipulohen edhe besimtarët. Mirë, po megjithatë, domethënë duket se në këtë idenë, domethënë për të krijuar një shtet islamik, dominon edhe një ide e cila duket, domethënë, përveç se unë kam përmendur në një rast që terrorizmi, domethënë terrorizmi është një aspekt shoqërues tek formimi i domethënë. Edhe në rastin e konformimit shqiptar ne kemi pas terrorizëm, domethënë ajo çfarë ka ndodhur gjatë luftës së dytë botërore, domethënë atentatet në Elazagushin, Avni Rustemi është terrorist. Sikur më fal të ndërpres, sikur sot një musliman ta bëj atë që bëri Avni Rustemi, të shkoj të vrasi presidentin e një vendi sovran në mes të Parisit, gjithë bota do të çohet në këmbë, do thotë kush është ky terrorist, ha? Shumë e qartë. Mirë, po ideja domethënë që të formohet një kom nga gjithë muslimanët e botës. Duket si një domethënë një ide që rrezikon të gjitha në radhë të parë gjithë kombet muslimane. Domethënë se të gjitha ato çfarë janë, domethënë Turqia, që është një kom musliman, ose Tazam Irani, ose Iraku, ose çdo do qoftë, domethënë, dhe të gjitha këto faktikisht duken që janë të rrezikuara. A duket nga ky aspekt mos të duket si një lloj konspiracioni që në nivel shumë më të gjerë që shkakton në radhë të parë një farë lloj përçarje mes muslimanëve që për të ndeshur ideologjitë kombëtare mes veti, do thonë me një ideologji që duket pak më madh, me një ideologji domethënë që të ekzistojë në vend se të ekzistojnë shumë kombe muslimane në botë, të ekzistojë vetëm një komb, siç pretendon të jetë ISIS-i. Shiko, muslimanët janë sikur katolikët. Katolikët besojnë që janë një popull nën papën para Jezu Krishtit. Këtë besojnë edhe muslimanët, apo të paktën muslimanët suni. Muslimanët suni besojnë që pas vdekjes së profetit Muhammed, pap i Islamit apo kalif u bë Ebu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu dhe kështu vazhduan linjat e kalifëve apo papëve të Islamit. Është pjesë e teologjisë muslimane që të besosh në kalif. Siç është edhe pjesë e teologjisë katolike që të besosh në pap. Problemi me muslimanizmin sot është se kur fuqitë e Evropës shkatruan Turqinë gjatë luftës së parë botërore dhe pushtuan atë, dhe sollën Ataturkun në pushtet, ata në një farë mënyre e nxitën apo e motivuan Ataturkun që të japi fund papatit musliman që ishte institucioni i kalifatit. Edhe sot muslimanët në gjithë botën janë sikur katolikët pa pap. Katolikët pa pap bëhen kalvinist, bëhen Martin Lutera, bëhen lloj sektesh mormone, çfarë që në përbot, që prodhojnë ide nga më të marrat. Sepse sot Islami është një fe që nuk ka më një kish të saj, se kalifi në vetvete përfaqëson për muslimanët kreun e kishës fetare. Dhe kjo është pjesë e besimit të muslimanëve sunit. Ne nuk e heqim dot, nuk është gjunah, por është sevap që të besosh në kalif. Puna është që me këtë besim që kanë muslimanët që besojnë në kalifat, luajnë fuqitë të caktuara botërore.
Dhe generali Wesley Clark, që ka qenë nga krye generalet e NATO-s, ka përmendur disa vite më parë që gjatë kohës kur amerikanët po planifikonin të rrëzonin Saddam Husseinin, apo më saktë pas 11 shtatorit, ata kishin plan që do të coptonin dhe fusnin në luftra civile një seri vendesh myslimane. Vende që nga Sudani, Libia, Siria, Iraku, Irani, ndoshta edhe Turqia dhe kështu me radhë. Dhe me këto projekte është nxitur kjo ideologjia që sot ka ISIS-i. Ajo që quhet The New Middle East Project, apo projekti i ri i lindjes mesme, që disa konservator amerikan thuhet që kanë dizajnuar disa vite më parë në Amerikë, është që këto kombështetet arabe që lufta i ftohtë i pas si shtete të mëdha, fjala bie si Sudani, si Siria, si Libia, si Iraku, do të dahen dhe do të krijohen në emirate sa më të vogla. Teoria e terroristëve të ISIS-it hyn në këtë ekuacion të madh. Terroristët e ISIS-it besojnë që ata duan të bëjnë një kalifat ku do përfshihen të gjithë sunitët, dhe ky kalifat do të përplaset me heretikët që ata konsiderojnë shiitët arab dhe iranian. Por kjo është vetëm një pjesë e asaj që po luhet sot në lindjen e mesme. Lindjen e mesme ne kemi parë që lufta e Irakut po çon në krijimin e një shteti të ri, i cili është Kurdistani, i cili parashikohet që të bëhet një Kurdistan i madh dhe që do të shërbejë si një aleat i ri i perëndimit në luftrat e tija kundër arabëve dhe turqëve. Pra, sot në lindjen e mesme po luhet me disa ideologji. Dhe ISIS-i nuk është grupi i vetëm terrorist që ekziston në lindjen e mesme. Ka shumë grupe terroriste që sot bëjnë luftra nga më të çmendurat. Një janë për shembull organizata e Mujahidin al-Halq, ta janë terroristë iranian që kërkojnë të rrëzojnë regjimin sot në Iran. Dhe këta terroristë që janë listuar si terroristë nga Bashkimi Evropian deri pak vite më parë, sot strehohen ku? Në Shqipëri. Terroristët që kërkonin të rrëzonin regjimin e Bashar al-Assadit u ftuan këtu në Kosovë pak vite më përpara nga ministri juaj i jashtëm, që u thritën këtu për të motivuar dhe për t'i treguar mbi taktikat e UÇK-s për të rrëzuar shtetin e tyre. Përveç kësaj, në luftën që po ndodh apo që ndodhi pak javë përpara në qytetin kurd të Kobanit, ku qeveria shqiptare e Edi Ramës furnizoi me armë kurdët, organizatat që sot po luftojnë kundër ISIS-it, si PKK-ja apo peshmergat kurdë e tjerë, janë për vete organizatat të lejuara si terroriste nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Pse ne dëgjojmë vetëm për ISIS-in si organizatë terroriste? Për mendimin tim, përgjigjja është e thjeshtë. Ata që krijuan ISIS-in në lindjen e mesme, e krijuan që kjo organizatë ekstremiste të shërbente si një farë pyke për të coptuar Irakun dhe Sirin dhe për të krijuar një kalifat apo një Sunistan ndërmjet këtyre dy vendeve. Problemi me ISIS-in është se kur ISIS-i sulmoi Irbilin, që amerikanët duan ta kthejnë në kryeqytetin e Kurdistanit dhe që janë disa nga bazat kryesore të naftës për shtetin e Arshëm, në këtë moment ISIS-i u kthye i rrezikshëm dhe sot Shtetet e Bashkuara po i deklarojnë luftë globale ISIS-it. Mirë, kem një telefonat, të regjizorën të rrisur nëni. Regjia bë me dje që... Alo, mirë mrama. Mirë mrama. Abdullah Luaj të frizoj. Unë, Abdullah. Përshëndetje Musafit, përshëndetje Gjestofit. Faleminderit. Jam duke ndërtuar me vëmendje këtë Musafire dhe më të jeki vëmendje një thonjë si kur tha se kur është bombarduar nga Amerika Rusia sa ja ka të hjek vrejtjen dhe me thonë ju ka kërshnu edhe qeveria Amerikane të hjekën prej
prej luftës më së tjeshme. Po. Derisa me bo kështu një pyetje, kur Amerika është e bindur se Rusia është terroriste, që ton jetën kështu pesit që ekziston, atëherë nuk e besoj se qeveria amerikane tërhiqet prej kërcënimeve të një terroriste si që është Rusia. Në qoftë se kam kuptuar drejt, atëherë i lutem të më përgjigjet. Në qoftë se gaboj, atëherë kërkoj falje. Faleminderit. Jo, do më thënë thelbin e bisedës e ke kapur si që duhet, në gusht të 2013-ës në duke ndodhi ky incident. Puna është që në marrëdhëniet ndërkombëtare, fuqitë e mëdha historikisht respektojnë forcën. Britanikët thonë the might is right, i forti ka të drejtë. Dhe ne këtë njohim që nga Greqia e lashtë. Grekët kur nënshtronin ato shtetet e tjera helene, ato shtete që ishin të dopta i shkelnin me kom dhe nuk donin t'ia dinin fare për ato. Po kur vinte muhabeti që përballeshin me spartanët, gjithmonë bënin negociata, pakte, tratativa, sepse e dinin që pala tjetër, në rastin ton spartanët ishin aq të fuqishëm saqë mund t'i zhduknin këta të tjerët. E njëjta gjë ndodh sot në marrëdhëniet ndërkombëtare ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është e vërtetë që si Shtetet e Bashkuara si Rusia janë shtete të cilat përdorin terrorin për të terrorizuar njerëz anë mban botës. Se lufta në vetvete është terror. Rusët bëjnë luftë nëpër botë, amerikanët bëjnë luftë. Por puna është në rastin e përballjes së rusëve me amerikanëve është një balancim terrori ndërmjet këtyre dy superfuqive dhe sipas teorive të marrëdhënieve ndërkombëtare ekziston edhe rreziku i madit që në anglisht thritet mutual assured destruction. Është teori e zhvilluar gjatë luftës së ftohtë, ku si amerikanët si sovjetët kishin frikë të hynin në luftë me njëri tjetrin, pasi me arsenalin atomik që këto dy superfuqi posedojnë mund ta shkatërrojnë gjithë botën. Dhe vendi i vetëm që amerikanët sot respektojnë në botë janë rusët, pasi rusët janë superfuqia e vetme që ekziston sot në botë, që mund të edhe Amerikën edhe botën, siç edhe amerikanët mund ta shkatërrojnë në tjetër gjë. Dhe arsye të heqjes së amerikanëve nga lufta e tyre dhe mbështetja e xhihadistëve në Siri dhe në një farë mënyrë tolerimi që ata i bën Bashar al-Assadit lidhet me frikën që qarqet sunduese amerikane kanë nga një luftë e ardhshme botërore, luftë e cila në qoftë se bëhet, Allahu na rujt dhe inshallah nuk ndodh, do të shkatërrojë ndoshta gjysmën e qenies njerëzore që jeton në këtë planet. Mirë, atë në kohën në parapon për këtë emision veç të kaluam, do doja që ta përfundojmë të bisedë rreth identitetit kombëtar dhe fetar. Në vend që do doja që ti ta bësh përmbyllje në vend që ta bëj unë, domethënë nga gjithë ato çfarë folëm deri më tani për shikuesit të cilët ndoshta janë kyçur me vonesë, nëse ka mundësi brenda një minuti. Nuk di çfarë të them. Nuk e di çfarë presin teleshikuesit nga unë. Gjëja e vetme që do të doja të sqaroja në këtë emision është që ndryshe nga imazhi që po krijojnë mediat në ditët tona, sikur Islami është fe terroriste, sikur këta kalifët janë disa njerëz që presin koka etj. Unë do t'i këshilloja shikuesve që të kemi dhe një telefonat që të lexojnë shumë libra, të lexojnë shumë histori dhe të kuptojnë që historia e njerëzimit nuk është bardhëzi, por ka edhe nuanca të tjera. Jo, kur e the këtë më kujtova një moment kur the që në Shqipëri vetëm dritare se si duket bota, i kishim televizionet italiane ku domethënë ku çdo gjë po lulizonte se televizionet jugoslave. Ne këtu shikonim televizionin shqiptar dhe domethënë aty shinim se ku po lulizon se si po socializmi dhe vatani. Po.
Atëherë, unë me qenë se kem telefonat, por në fatkeqësisht kaloi koha, atëherë po e përmbyllim të emision, shikues të nderuar, duke falendruar edhe një herë doktor Olsi Yazıcı për pjesëmarrjen e këtij në për ardhmën e tij nga Kanada këtu në Kosovë dhe në Mitrovicë, dhe pjesëmarrjen në këtë emision. Ju dëshiroj natë mirë dhe dëgjim dhe shikim të këndshëm të Radio Televizionit të Mitrovicës. Natë mirë.